rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahun e lartësuar e falënderojmë, salavat e selamet pejgamberit alayhi salatu wa salam e dërgojmë. Vazhdojmë me kapitullin e 16. Njëjtë është fjala Allahu xhalla shanu që përmendëm edhe dje, ku përmend meselja e afrimit apo intimitetit bashkërtor. Po ashtu në këtë ajet përmendet edhe i'tikafi, por edhe pika tjetër është koha kur fillon agjërimi edhe kur mbaron koha e ushqimit. Allahu ka thënë ukulu washrabu, hani dhe pini, hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad. Hani pini derisa t'u bëhet e qartë peri i bardh nga peni i zi në agim apo në mëngjes. Thumma atimmu as-siyama ila al-layl. E kur t'u bëhet i qartë peni bardh për ziut, atër vazhdojeni agjërimin deri në mbrëmje. Njëri prej sahabët pejgamberit alayhi salatu wassalam, emrin Adi ibn Hatim radiyallahu anhu, thot, kur zbriti ky ajet me dallu penë e bardhë për ziut ose të ziun për të bardhët, thot, unë i mora 2 pena apo 2 pej shqip, edhe i vendosa aty afër vetes, edhe derisa isha në shtrat, i shikoja të jastëku apo nën jastëk, e këshyrësha penën e bardhë edhe të ziun apo dallohën. Kështu thot vazhdova, duke këshyrë, por natën domethënë nuk më bëhej e qartë. Nuk më bëhej e qartë. Derisa shkova te pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe i thash, Rasulullah, i ku marr 2 pej, kështu edhe nuk mundesha me bënë dallim të qartë përmes këtyre pejve. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, më tha se nuk është për qëllim peni i bardh edhe ai i ziu në mënyrë fizike, pej, me marr 2 copë pej, por është për qëllim horizonti në natyrë i bardhi apo ai i ziu. Pra, është keq kuptim me i marr edhe me dallu a ka hyrë vakti sabahit, është akoma vakti i syfyrit, koha e syfyrit përmes pejve. Ato janë sinonim në Kur'an për qëllim horizontin natyrë që duhet me dallu a ka hyrë apo jo koha e sabahit edhe koha e iftarit gjithashtu. Prandaj kemi 2 mëngjese, 2 agime, agimin e rrejshëm dhe agimin e vërtet apo të sakt. Agimi i rrejshëm nuk duhet me ngut besimtari me e lanë syfyrin apo me fillu sabahin duke u bazu në agimin e rrejshëm. Njëherë vjen agimi i rrejshëm sabah, pastaj agimi i vërtet. Agimi i rrejshëm përdallim nga i vërteti, se agimi i rrejshëm del në horizont, del, po tham, ajo fillon ai pleshti ka thonë zdraki. Ai sabahu dyqysh me dal në formë, kështu domethënë vertikale. Ai nuk është agimi i vërtet. S'ban me lanë syfyrin, s'ki nevojë me lanë syfyrin, hala. Edhe nuk ban me janis mu falë, se po e fale sabahin, në fakt nuk e ke falë sabahin, edhe nuk bie obligueshmëria detyra prej teje sabahit. Të tjetë bërë sabahit, qaj sabah që e ke falë, pse e ke pa qatë agimin e rrejshëm. A i dalë dëman një vi e bardhë, si kur po do me dalë drita, kështu prej poshtë lartë. Dush me prit edhe pak minuta, edhe disa minuta, derisa të filloj me u dogë në horizont vija kështu, horizontal, në drejtim të lindjes. Do thonë, nga që shikimi, zakonisht edhe, kretë bota ka në orientimin që andej ka lindjeli. Kur të fillon me dalë, por, do thonë, që atër dush me lanë ushqimin, edhe ki drejt me janis me falë sabahin. Dush me pas kujdes, këshilloj çdo tri besimtar, po tham tri se zakonisht moshat e re janë më euforik, që mos me
u bazun këtë shpjegimin tim, ose të ndonjë hoxhë tjetër, edhe ata vetë me dalë në natyrë. Edhe me hynë gjuna, haqë se halas pas ka hynë agimi i vërtet, e ha e pje, bëno a ka hynë që 5 minuta ose 10 minuta, ose 15 minuta, ai nuk e di, se nuk di mi analizu, se du të më konë ekspert i kësaj fushë. Nuk po thamë ekspert që me kry shkollë, sepse të vjetrit përpara, jam konë ekspert nga përvoja. Por kusht është që ky shikim zakonisht me qenë në natyrën e pastër, larg zhurmave apo dritave të qyteteve. E kështu që jo çdo kush që thot unë pa shoh vet penën e bardhë që ka fillu me u zbardh natyra, edhe ka të drejtë me vepru, po duhet më u bazu në ekspertët. Nëse e ke takvimin, kalendarin, ma mirë është me u bazu në një kalendar që ty të flenë zemra, ti beson ati kalendari dhe personi i cili ka shkruat kalendar. Nëse je ekspert, bazohu ti në eksperiencën tane, por dhe përgjithësinë e marrësh vetë. Kjo vlen edhe për në sabah, po vlen edhe në iftar. Edhe në iftar, momentin që ti bazohesh në një kalendar tek i cili ti ke besim, atëherë nuk është sunet me e vonu ti iftarin. Shembull, nëse është iftari në 6 ora, pa e marrë. Në 6 ora. Ti s'do më thonë, ti je të e besu qëtë kalendar, mas me thonë, po pres edhe një 10 minuta për sigurisë, ka nevojë me prit. Ban iftar me qëtë kalendar që nëse ke dyshime, ose je i bindun që rrethonat janë të tilla që atëherë për shkak të atyre dyshimeve mundesh me e vonu edhe 5 minuta ose edhe 10 për me ik prej që me thonë dyshimit. Ama nëse ka bon dikush sigurt që ti ke besim, atëherë duhesh më bazu. Prandaj na theme, këshillojmë çdo besimtar që vetë me pas kujdes, përderisa nuk është ekspert i kësaj lëmie, mos më u bazu në këtë meselen e shikimit të horizontit, penit bardh ose të zi të horizontit, më thonë, por përkundrazi me u bazu në ndonjë takvim kalendar të institucioneve ose personave adekuat edhe të besueshëm. Pra peni i bardh në sabah, kur fillon kodrat atje në horizont larg, shumë larg, mu dallu kodrat, dhe tash nuk është dallu, zi ka qenë. Tash ka fillu vija kodrave me u dallu. Anena në atë mu bo ma bardh, kënena poshtë, kodrat me fillu mu një lej vije se e bardh në të kuqe që djeli përdën me dalë. Edhe në mbrëmje, kur fillon dhe më thonë, djeli ka ra, edhe me fillu pak me humb ajo vija kodrave, me u bashku, pjesa sipërme edhe kodrat poshtë, me u bo gati si njetë mas mu dalu, kodrat prej horizontet se ka fillu mu arsu, ajo është peni zi, në aksham. Peni bardh është për qëllim të sabah. Gjithsesi, si dobi i marrim këta se tek e fundit, prap na qëndrojmë takvimave, ju qëndrojmë si bazë në këtë mesele. Lusë Allah në gjithë që na shtoj dijen, na shtoj imanin, devotshmërinë dhe kujdesin ndaj ibadeteve të Allahut të lartësuar. Amin.